Vrasja e shqiptarit në Greqi, 42 vjeçari u qellua me plumb në kokë në vendin ku punonte, dyshime për konflikt me pronarin. Të tjera detaje kanë dalë nga ngjarja e rëndë në Greqi ku një 42 vjeçar emigrant shqiptar zgjetur i pa jetë pasditën e sotme brenda një stalle në zonën Burnia të Kallamatës. Duke vënë në lëvizje autoritetet policore dhe shërbimet e emergjencës. Sipas mediave greke, viktima dyshohet se është qelluar me armëzjarri në kokë. Deri në këtë fazë të hetimeve arma e krimit nuk është gjetur, ndërsa policia po vjon kontrollet në zonën përreth dhe mbledhjen e provave materiale. Trupi pa jetë është zbuluar nga një tjetër shtetas shqiptar i cili po qëndronte në të njëjtën banesë me viktimën. Ai ka njoftuar me njëra autoritetet, cilat kanë britur në vendngjarje dhe kanë nisur procedurat hetimore. Burimet paraprake bëjnë me dije se viktima dyshohet të ketë pasur më herët një konflikt me pronarin e stallës ku punonte, por ende nuk është konfirmuar nëse ky konflikt lidhet drejt për drejt me ngjarjen. Autoritetet greke po hetojnë disa pista për të zbardhur rrethanat e plota të vrasjes, ndërsa pritet marrja në pyetje personave që mund të kenë dieni mbi ngjarjen.